Ludo vendos të përballet hapur me Claudin dhe Elionën. Atmosfera është e ngarkuar dhe banorët e tjerë ndjejnë menjëherë se diçka e fortë po ndodh. Ludo qëndron i vendosur, me sy të fokusuar dhe zë të fortë, duke treguar se nuk ka ndërmend të hesh për situatën që po ndodh para tij. Ai nis të flasë me ton të prerë dhe vendimtar, duke thënë se është lodhur nga mënyra se si Claudi dhe Eliona vazhdojnë të e mbajnë në ajër me debate të pafund. Ludo thekson se kjo është një lojë që ai nuk mund ta pranojë më dhe se nuk ka kuptim të vazhdojë të përfshihet në situata që nuk kanë asnjë rezultat konkret. Fjalët e tij bien të qarta në dhomë dhe menjëherë tensioni rritet. Ludo shkon më tej dhe i akuzon të dy se janë lojtarë të dobët. Ai përshkruan me detaje situata ku Claudi dhe Eliona kanë treguar mungesë strategjie, duke bërë lëvizje të gabuara dhe duke i mbajtur debatet pafund. Ai thekson se kjo nuk është lojë e vërtetë dhe se nuk mund të pranojë që të jetë viktimë e kësaj loje të pafund. Claudi dhe Eliona përpiqen të përgjigjen, por Ludo nuk i lejon të ndërhyjnë lehtë. Ai vazhdon me tonin e prerë dhe të vendosur, duke treguar se ka menduar gjatë për këtë dhe se nuk ka vend për kompromis. Çdo fjalë e tij është e ngarkuar me vendosmëri dhe mbledh, duke e bërë situatën të duket dramatike dhe të tensionuar. Ludo nuk ndalet vetëm te akuzat. Ai përshkruan se si ndihen të gjithë banorët e tjerë duke vëzhguar këtë lojë të dobët. Ai shprehet se publikisht situata duket qartë dhe se çdo person që i ndjek e kupton se Claudi dhe Eliona po përdorin debate të pafund për të manipuluar dhe për të dukur më të fortë se ç'janë. Fjalët e tij janë të gjata dhe të detajuara, duke shpjeguar çdo veprim të dyshës dhe pasojat e tij. Banorët e tjerë qëndrojnë të heshtur, disa të tronditur, disa duke analizuar fjalët e Ludos. Tensioni rritet dhe çdo sekondë që kalon ndjehet si një minutë e gjatë. Ludo vazhdon të flasë, duke përmendur raste të veçanta kur Claudi dhe Eliona kanë tentuar të ndikojnë. Në lojë pa strategji të qartë. Ai i quan ato veprime lojë të dobët dhe shpreh qartë mllefin dhe lodhjen që kanë ndjerë duke u përballur me ta. Në këtë debat, Ludo përdor çdo mundësi për të treguar se ai është i vendosur dhe se nuk do të lejojë që situata të vazhdojë pa ndryshim. Ai thekson se do të shohë me kujdes çdo lëvizje të tyre dhe se çdo përpjekje për lojë të dobët do të jetë në disavantazhin e tyre. Fjalët e tij janë të gjata, analitike dhe të mbushura me emocion, duke e bërë situatën të duket dramatike dhe e rëndë. Claudi dhe Eliona përpiqen të mbrohen, por secila ndërhyrje e tyre ngjall vetëm një përgjigje tjetër më të fortë nga Ludo. Ai është i vendosur të mos lërë vend për justifikime dhe të tregojë qartë se i dyshimi i tij për lojën e tyre nuk është i pajustifikueshëm. Debati zgjas për minuta të tëra, me fjalë të forta, heshtje dramatike dhe reagime emocionale që mbajnë vëmendjen e publikut të fokusuar për më shumë se 5 minuta. Në fund, është e qartë se Ludo ka vendosur.